Në linjët e Ukrainës, luftimet vazhdojnë me intensitet të lartë, ndërsa ushtarët Ukrainas përballen me një kërcënim të ri dhe gjithnjë e më të pranishëm, dronët në qiellin e frontit. Njësitë të Gardës Kombëtare Ukrainase kanë kryer rotacione pranë qytetit Dobropilja në rajonin e Donetskut, duke zëvendësuar ushtarët që kanë qëndruar për muaj të tërë në pozicionet e vijës së parë. Lëvizja e trupave është bërë përmes zonave të rrezikshme, ku qielli është i mbushur me dronë dhe ku bombardimet janë të vazhdueshme. Ushtarët thonë se disa prej kolegëve të tyre kanë kaluar 5 deri në 6 muaj në front dhe tashmë kanë nevojë të largohen për pushim. Një prej qytetarëve ukrainas tha se situata në Dobropilja është përkeqësuar ndjeshëm, me më shumë dronë se më parë, sulme të pandërprera artillerie dhe ndërtesa të shkatërruara. Brigada e 15 Karadag mbërriti në zonë me mjete të blinduara, duke gjetur një qytet të dëmtuar rënd nga luftimet dhe shpërthime të shpeshta. Ushtarët paralajmërojnë se prania masive e dronëve po e bën më të vështirë furnizimin, lëvizjen dhe mbajtjen e pozicioneve mbrojtëse. Sipas tyre, humbja e kontrollit me Dobropiljan mund të krijojë një drejtim të ri për përparimin e forcave ruse drejt qyteteve strategjike si Kramatorsk dhe Slovjansk. Ndërsa lufta hyn në një fazë të zgjatur, fusha e betejës në lindjet e Ukrainës po përcaktohet gjithnjë e më shumë nga teknologjia, dronët dhe aftësia e trupave për të mbijetuar nën presion të vazhdueshëm.